flasim për zhvillimet në Kosovë që kanë qenë të forta dhe pritet që të jenë jo vetëm për zgjedhjen e presidentit dhe ngërçin kushtetues, por edhe për zhvillimet të tjera që lidhen së fundi me një ligj të miratuar të futur në fuqi, pra për të huajt nga 15 marsi me aprovimin e qeverisë Kurti. Por çfarë është ky ligj që ka shkaktuar debate të shumta dhe në fakt është përshëndetur nga Vučić, që në plan të parë do të thotë që nuk është diçka e mirë për ne. Për gjitha këto ne do të flasim me profesorin Selatinet Koceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, zoti Vallo. Faleminderit profesor. Një ligj që kanë ngjallur debate të shumta, disa kanë konsideruar edhe si hyrje të Serbisë në Kosovë me anë të këtij ligji. Por çfarë është konkretisht për ta shpjeguar më thjesht për ata që dëgjojnë për herë të parë? Në fundin e javës të kaluar, ne pam një absurditet të zotit Kurti, kur ai në një konferencë me gazetar, apo në një takim të rastit me gazetar, i kërkoi nga partitë opozitare një takim gjatë kësaj jave. Tani, këto, sikur ai njeri nuk beson në gjykatën kushtetuese dhe nuk dëshiron të pres vendimin i cili do të vije me 31 para 31 ndoshta marsit, dhe ai i ftoi edhe një herë partitë opozitare për të takuar, gjoja për të biseduar për presidentin e vendit. Kemi informata se ai tani veç e ka larguar nga kandidatura zotin Konjufca, i ka larguar dhe zonjën Kolçaku dhe i ka zavendësuar me Harri Bajraktarin dhe me zotin Blerim Shala. Gjëja se këta dy persona janë persona konsensual që ka marrë pjesë në proceset shtetformuese të Kosovës. Ka qenë te grupi me Taçin. Blerim Shala ka qenë gjitha grupet e bisedimeve, ka qenë në Vjenë, ka qenë në Bruksel, ka qenë në atëherë me pjesëtarët e UÇK-s Drambuje. Domethënë se zoti Shala është një negociator edhe një njeri i vërtet që është i çmuar edhe njeh si mirë i rrethonave politike dhe i politikës. Nga këta dy është fiktiv tani, sepse njëri do jetë thjesht për çështje procedure. Pra në pamje të parë. Unë mendoj fiktiv duhet jetë Blerim Shala. Harri Bajraktari, nëse pranon, unë mendoj që duhet kishte qenë një person vërtet konsensual, por këtu dashke ta bëj para se të bëhen ankesat në gjykatën kushtetuese. Por ne jemi mësuar me absurditete të tilla të zotit Kurti dhe ai me qëllim e bën këtë, paralajmëron se vendimin e gjykatës kushtetuese ai nuk do ta pranoj nëse nuk shkon në favorin e tij. Nëse shkon në favorin e opozitës, sigurisht se nuk e pranon. Përveç nëse gjykata kushtetuese vendos për atë 60 ditëshin që ai veç e ka fillu dhe të kon fillu procedurën, edhe besoj që mund të jetë ai vendim, sepse kjo tjetra çështja 30 ditëshit është kontestuese edhe bukur vështirë, mund të mbulohet me kushtetut. Mund një veprim i tillë që presidenti pas 30 ditësh nëse nuk zgjedhet të mos vlej, domethënë kuvendi apo të shpërndohet kuvendi, nuk mendoj që ka pas drejt këtë rast presidenti, andaj ky tjetri neni 82 u thuhet se në rast se dështon 60 ditë, që për mua edhe mendoj ligjërisht që ajo do të vlej dhe do të presim 60 ditë. Tani vetëm është problem data, a do të numërohet data e 5 marsit apo kur u mbajt seanca, ose do të shkohet 30 ditë më herët kur është dashur. Filloj dhe aty do të na mbeten vetëm një ditë në dispozicion dhe përsëri duhet shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme. Është mirë mos me zonë afati kohor zonjen Albolena Haxhiu, se nëse Albolena Haxhiu vjen në krye të vendit, atëherë do ta kemi edhe një krizë të re parlamentare.
Këto ndoshta vetëm si hyrje, tani po kalojmë në çështjen tjetër. Bëhet një panoramë hyrëse të qartë edhe për kontekstin. Me qëllim për shkak për të lidhur se Kurti vërtet është njeri që din shpesh na befasoj me kësi vendimet çoroditura, por njeri prej tyre është ajo ditës së djeshme kur pas një takimi që e pat me Sorensenin, njeriun e caktuar nga Bashkimi Evropian për dialog, doli me një vendim interesant që vërtet pak kush e kemi prit. Ne kemi pas informata edhe se janë duke mbajtur takime vazhdimisht, janë mbajtur takime nga Besnik Bislimi me ndërmjetësuesit evropian dhe aty sikur janë marrë vendime shumë të rëndësishme dhe njëri prej tyre është ky vendim që drejt për së drejti prek sovranitetin e Republikës Kosovës. Sepse është marrë një vendim që ka të bëj me marrëveshjen e Ohrit që serbët, domethënë serbët edhe gjoja qytetarë tjerë, por qytetarë tjerë me qëndrim kanë të drejtë 3 muaj ditë të qëndrojnë derisa serbët ky vendim ju jep garancion që një vit pa ndërprerje të qëndrojnë në Kosovë, edhe kjo ka të bëj me aneksin e Ohrit, kur marrëveshja është nënshkruar mes Besnik Bislimit, në vërtetë s'është nënshkruar, por është pranuar, por në atë ka qenë prezent edhe zoti Albin Kurti. Tani themi, zoti Kurti, a vlen marrëveshja e Ohrit apo jo? Ju keni thënë se pa nënshkrimin e kësaj marrëveshje nuk mund të implementohet. Tani po fillon ai vetë menaxhimi i famshëm. Po fillon vetë menaxhimi. Ku është problemi i gjithë kësaj, profesor? Pra i serbëve që do lejohen të qëndrojnë 1 vit apo 3 muaj, 1 vit në Kosovë me leje qëndrimi të lëshuara nga Serbia. Po kjo ka qenë një marrëveshje, me qenë se e përkrohi edhe zoti Vučić, presidenti serb, me njëherë i dha përkrohje, njëherë paralajmëroi se do të vinë në kufir dhe do të qëndroj, do të vizitoj ata që po shkojnë, po hyjnë në Kosovë, por më vonë ai me njëherë e pranoi sepse ai e diti që është marrëveshje e Ohrit. Kështu që themi, kjo është prekje drejt për drejt në sovranitet, sepse qytetarët serb me leje serbe do të qëndrojnë në Republikën e Kosovës. Dhe kjo tregon se me aneks marrëveshjen e Ohrit, të drejtat të serbëve, autonomisë, do të jenë më shumë të lidhura me Beogradin se me Prishtinën. Lidhni këtë me asociacionin. Po asociacion, me njëherë, po se kanë ardhur në komunat e Veriut, kryetarët serb, janë tërhekur nga asociacioni komunave shqiptare. Dhe sepse e kanë ditë që mujt marsi e këndej do të filloj të zbatohet, edhe pse janë zbatuar marrëveshja për veturat, marrëveshje të tjera për shenjat e komunikacionit, shumë marrëveshje tjera, të cilat janë të parapara në aneks, janë duke u zbatuar. Tani kjo është një pyetje e madhe, edhe themi, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dhanë asnjë përshëndetje për këtë. Amerika është kundër, pra SBA-ja. Sigurisht Amerika o kundër, sepse kjo është autonomi, vetë menaxhim në politik nuk njihet termini, menaxhim njihet në biznes, në ekonomi, derisa në ndërmarrje private, vetë menaxhim të shtetit nuk ka. Ajo është vetë qeverisje lokale, që në këtë rast ne kemi thënë edhe herave tjera, Mitrovica e Veriut, apo Veriu i Kosovës me ato kilometra katror që i ka, do të ketë autonomi substanciale, apo se unë e quajta më në shkrim shtet në shtet.
shtet në shtet që Serbia lidhje, ajo thuhet do të ketë lidhje me Beogradin dhe Prishtinën, por megjithatë lidhjet me Beogradin do të jenë shumë më të forta se sa me Prishtinën, dhe kjo vetëm sa nuk thuhet që ajo pjesë e vendit në një farë mënyrë do ta merr një autonomi substanciale edhe do të vetë qeveriset pa ndikim fare nga Republika Kosovës, përveç fondeve edhe buxhetit që do t'i ndahet nga pjesa tjetër e vendit. Nga gjitha kjo, profesor, me atë që kuptova është që ju po thoni që de facto Kurti e ka ndarë pjesën e veriut tani? Po, unë jemi bindur me madhe se ai ka protestuar kundër kësaj. Ka pas kartën për ardhur për shtet, prandaj ose ku mbeten krejt ato protesta, të cilat në të kaluarën e kemi pas, kundër planit tahtisarit, kundër autonomi, kundër Republikës Kosovës, kundër gjithë shkapit. Dhe tash, nga erdhe kjo transformim, ka që madhë politikë i Zotit Kurti. A për dinaj që i ka 51% votave që ju kanë dhënë për ndryshim, e jo për me kriju shtet brenda shtetit. Kjo është shtet brenda shtetit. Po si e ka justifikuar Kurti këtë? Qeveria ka ndonjë reagim? Po ai vazhdimisht maskohet, ai vazhdimisht vend maska edhe për çudi mashtron. Vazhdon të mashtroj popullin ton, vazhdon të mashtroj edhe ende unë shoh tani me rastin e presidentes Vjosa Osmani ka pas një ndryshim të opinionit qytetar, po megjithatë po arrin ta rikthej edhe ta bart fajin te zonja Osmani, sepse ai ka atë ushtrin e Facebookut, të cilët me mia faqe i kanë, edhe veprojnë, edhe e kanë kthy siç ishte përkraja ato ditë për zonjën Vjosa Osmani, kur bëri shpërndarjen e kuvendit, tani në mënyrë automatike thuj se 90% përsëri opinioni apo spaku komentet negative për zonjën Osmani, derisa pozitive janë kthyna në favor të Zotit Kurti, sepse ky njeri ka arritur të mashtroj këtë popull, edhe vërtet jemi në hall të madh. Edhe veprimet opozitare janë shumë për të dëshiruar. Unë nuk shoh fare pas kësaj ngjarje që ndodhi me këtë marrëveshje për qëndrim një vjet qartë të qytetarëve serb, edhe qytetarëve tjerë për 3 muaj, unë nuk pash asnjë reagim të opozitës, as të marrim një krahasim me Tiranën, se këtu çdo javë opozita bën protesta kombëtare, ka 2-13 vite tani që kush e di sa ka bërë. Aty kur është bërë proteste e fundit nga partitë opozitare kundër qeverisë? Absolut asnjë protest opozitare s'ka pas, përveç këtyre 2 protestave që i mbajnë mend të veteranëve të UÇK-s, të cilat ishin një çështje tjetër, ata si duket i konsiderojnë këto protesta të tyre për DK-ja, sidomos mund t'i konsiderojnë të tyre, por këto për rrymë, për energji elektrike është kërku gjithashtu një protest me çmimet marrëmendse të cilat kanë arritur në energji. Përsëri nuk ka protesta, po lere protesta, po nuk ka as reagime. Është e çuditshme se si hesht kjo opozitë. Pse ka frikë për me dalë edhe me tregu realitetin se çka është duke ndodhur. Ata janë shumë inferior. Dhe me kësë lloj opozitarizmi, mos llogarit opozita kur që mund ta mposht Zotin Kurti. Ai vetëm ne presim që Kurti ta mposht veten për ndryshe, për opozitarizmin në Kosovë. Unë mund të them se ky opozitarizëm mund të them edhe ka vdekur. Ka vdekur sepse në Kosovë nuk ka, bile në Shqipëri ka nga pak aty, edhe pse lideri që ju prin opozitës shqiptare mendoj që nuk mund të bëj asgjë për ta sjellë në pushtet një subjekt tjetër, andaj atje kemi liderin e keq, po edhe këtu si duket pa ardhë thoqe në liri këtu, nuk besoj që dikush tjetër do të jetë në gjendje ta mposht këtë njeri
i cili vërtet po na çon drejt shkatërrimit. Profesore, diçka të fundit kam për këtë çështje, për ta mbyllur, ky zbatim vendimi vjen në këto ditë kur Vučić tha që ka bler raketat kineze. Tani për kë i bler raketat ai? Vučić një marrëveshje që ishte Kroaci, Shqipëri, Kosovë ushtarake, se sigurisht marrëveshja më tepër ka pas karakter mbrojtës, jo në asnjë formë, sepse këto tri ushtrit nuk kanë karakter sulmues, derisa Kroacia, Shqipëria janë NATO, Kosova e ka NATO-n këtu, domethënë ato raketa ballistike të furnizuara prej 60% prej Kinës e një pjesë e konsideruara 25% prej Rusisë, sigurisht që janë kërcënim në radhë parë për Kosovën, më pak për Shqipërinë, por nuk do të thotë që edhe për Kroacinë nuk janë rrezik. Domthonë Serbia asnjëherë nuk e ka ndalë dhe nuk i ndal pretendimet e veta territoriale për kthim në Kosovë dhe me nxitshpret për ta gjetë një vakum fati është i mirë që ne e kemi KFOR-in ende këtu me më shumë se 5000 trupa dhe unë besoj që sulmi ushtarak mbi Kosovën është sulm mbi NATO-n, sikur në Turqi që po ndodh atje që po sulmohet nga Irani dhe ajo po konsiderohet sulm mbi NATO-n, edhe te ne nëse sulmohet Kosova eventualisht nga Serbia, atëherë edhe pse unë nuk pres sepse nuk është aq i çmendur as Vučić as kush në Serbi që edhe një herë të futet në konflikt me NATO-n, sepse pse për Kosovën unë jam i bindur që ai do të moti kish provuar edhe një herë me ndërhyrje ushtarake, por fati është i mirë që ende vepron edhe kufet e Kosovës i ka në mbikëqyrje NATO. Sa kemi sistem për të mbrojtur nga këto raketa, unë nuk e di sepse nuk i takoj sferës së sigurisë, por sigurisht diçka të tillë mund të ketë bon stili, sepse aty është një bazë e fortë ushtarake amerikane, edhe jam i bindur që raketat të tilla ballistike Serbia nuk mund të futë në Kosovë. Nuk besoj që vetëm ajo pjesa e vogël territorialisht e Ferizaj, që është bon stili, mund të jetë e sulmuar nga Irani ose nga Serbia në këtë rast, por i tërë territori Kosovës, apo nëse mbrojtja është dikun, duhet jetë për rreth Kosovës, në asnjë mënyrë të ketë mbrojtje vetëm për bon stilin. Uroj që Serbia më në fund të vedisohet, edhe pse pak ka shpresë, sepse Vučić jeton me këtë. Vučić jeton me kërcënime, jeton me luftra, jeton me këtë format të tillë dhe vështirë se ai mund të heqë dorë sa është në pozitë ose ta pranoj Republikën e Kosovës, edhe pse po thuhet që në një takim që e ka pas Marko Gjuriqi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i është treguar marrëveshje për të cilën ne në Kosovë nuk dim, ndoshta Albin Kurti mund ta di ose Vjosa Osmani sigurisht e din se çka përmban ajo marrëveshje, por diçka që është e sigurt, njohja reciproke Serbi-Kosovë është sigurisht në atë marrëveshje, edhe ajo është kryesorja për momentin që Serbia me Kosovën të njihen reciprokisht, e pastaj marrëveshja e Ohrit, edhe pse s'është e mirë, e ka pranu Kurti edhe po m'duket në mandatin e tij edhe s'ka çare pa e zbatu. Edhe pse krej këto shtyrje, krej këto prolongime, krej këto gjëra që pi bën Kurti në këtë vakum institucional, është duke bë mu për shkak të marrëveshjes, por ma keq është jo, sa ai po i zbaton marrëveshjen, ka bisedu gjatë këtij viti zoti Besnik Bislimi, ka kry proces bisedimi, por kuvend nuk ka pas, kuvendi nuk i ka shqyrtu ato pas, kërkush s'ka raportu para kuvendit, sepse ka qenë krizë, do me thonë individet po merren me çështjen e shtetit
kjo vërtet nuk është në rregull, edhe kur ti një herë e mirë duhet të heq dorë prej këtyre gjonave që unë frigohem se kanë me qu drejt tradhtisë së vendit. Profesor, faleminderit shumë për sqarimin e ligjit për tuajt edhe të situatës politike aty. Faleminderit për ju, ishte kënaqësi.